Selamu alaikum, mirë se vini tani më në edicionin tonë, në podcastin tonë të njohur më për publikun Histori Islame, e cila merret me historikun apo me bërjen e letërnjoftimeve për hoxhallarët e trevave tona. Sonte kam nderin që në mesin tonë të kemi hoxhën e fshatit Kamjan, tani më në penzion, Hamdi Efendi Izairi. Hoxhë, selamu alaikum, mirë se keni ardhur. Aleikum selam, mirë se u gjeta në këtë emision. Hoxhë, faleminderit një herë që e keni pranuar ftesën tonë. Pa më humbur kohë, ne do e fillojmë atë podcastin tonë që e kemi atë traditën tonë. Tani hoxhë, ju do na kujtoni diçka nga fëmijëria juaj. Si ishin familjarët tuaj në lidhje me fen, në aspektin fetar, edhe pse e dim se ne jemi në vend musliman, po ajo lidhja atyre babës, nanës e pastaj edhe rrethit më të gjatë. Unë Hamdi Izairi, hoxh nga fshati Kamjan, fëmijërim time e kanë kaluar në fshatin ton, pastaj në Bukovinë, dhe pastaj kemi marrë rrugtimin për në medrese, dhe nga medresja kemi shkuar në fakultet në Sarajev, ku mbaruam vitin e tretë dhe të katërtin mbet përgjithës. Vim edhe punësohemi si malim. Ishte koha që momenti që hoxha i nderuar, i cili u bën shkaktar që edhe unë të jem një hoxh apo të ndjeki mësimet në medrese, ishte hoxha i nderuar Hafës Zeqir Lazimi nga Kamjani. Si fëmijë rrjedh nga një familje me edukat islame, po ashtu edhe para arsit ton, duke filluar nga katra gjishi të cilët kanë qenë hoxhallar, molla Nebia, molla e Bibi, e deri tek ne, e pastaj vazhdon edhe vajza e cila krijen edhe medresen në Shkup, edhe ajo momentalisht është në mërgim, sikurse edhe mërgimtarët tjerë që janë përjashta vendlindjes tonë, adeut tonë, e kështu me radhë. Molla Nebia i pari që është, ka qenë katragjishi, i cili ka mbaruar shkollimin e mesëm themi në Tetov, në medresen Qarshi, ashtu ka qenë njofton atëherë në Topian, po në xhamia e Qarshis edhe medrese e Qarshis që ka qenë, te Ura që është xhamia e madhe sot. Pastaj ka punuar edhe ai si hoxh në fshatrat malor që janë në Vaka, edhe fshati Siniqan i epërm që quhet, dhe të dhënat e tij që ka qenë hoxh i njohur në trevat tona. Po ashtu të njëjtën rrugtim e vazhdon edhe djali i tij, molla Hebibi, që kanë krije në medresen e ulët, ka bën në Prizren, edhe ai vin në fshat, nuk ka qenë i punësuar, por në trevat tona është njohur si molla Hebibi, i cili ka lënë mbas një bagazh të librave të tija, të cilat gjenden sot në bibliotekën tonë. Ne kemi fatin e mirë që ta kemi atë bibliotekë, po të kemi edhe njohuri fetare për jetën tonë, edhe familjen tonë, lozën tonë, e cila e ka prejardhen në fshatin tonë nga Dibra e Madhe. Dhe ne si fëmijë regjistrohemi në 67, 68, regjistrohemi në shkollën fillore, kryjm shkollën fillore, edhe para asaj se ta kryjm atë, vazhdojmë në mektep. Mektepi i atëhershëm ishte në xhamin e re. Unë kam bërë xhamin e re, ku xhamia e Kamjanit është një ndër xhamiet e para që është ndërtuar pas luftës. Mbas fshatit në Rasht, ata mjeshtër që kanë ndërtuar xhamin e fshatit në Rasht kanë ardhur në Kamjan
dhe kanë vazhduar punimet në xhaminë e fshatit Kamjon, të cilën në rekord kohe për 1 vjet e disa muaj kanë kryer atë, edhe sot e këtë ditë është xhamia. Po xhamia e më parshme që ka qenë në vend daton prej vitit 1639. 1639 do të thotë se edhe përpara shumë vitesh në Kamjon ka ekzistuar Islami edhe njerëzit kanë qenë musliman të besimit islam. Po ashtu një gojdhan të cilën e kam nga një plak edhe xhamat i joni që kemi bashkëpunuar me te, ai ka qenë plaku i fshatit ose kryetari i fshatit, themi në kohën e Shqipërisë së Madhe në vitet 43, 1943, 44 dhe 45, që ka qenë ajo kohë e Shqipërisë së Madhe, dhe ai tregoi se xhamia e parë ka qenë andej fshatit, ne i themi kemi një lagj e cila e ka vërshuar lumi dhe banorët janë tërhequr në vendin ku janë sot më shumë, ka xhamia e vjetër e cila është e vitit 1639. Pastaj unë vazhdoj në mektep të Hoxha Hafiz Zeqiri, edhe kry një hatmen e parë të cilën e kam qenë shumë i ri, shumë i vogël, dhe më kujtohet mu se në atë hatme e kam lexuar Elif Lam Mim. Edhe kanë qenë shumë i vogël, karshi atine talebeve ose atine nxënësve që ata ishin më të mëdhej se unë, kisha nga familjarët e mi, po kisha edhe vajzat nga familjarët e mi, po kishte edhe fshati jonë, është fshati madh, i cili ka pas edhe nxënës më shumë. Pastaj kam shkuar, kam kryer shkollimin fillor, kam filluar në Kamjon, 5 klasë kemi bërë në Kamjon dhe pastaj kemi vazhduar në Bukovin, atje kemi kryer klasën e 8 në vitin 1974. 74 në gjysmë vjetor, do me thënë se shkojmë në fillim të vitit, shkojmë në medrese, ku një prej tyre që ka përmbajt mu gjatë këtij rrugtimi, ka qenë edhe axha im, i ndjer Haxhi Daud Izairi. Është axha i cili ka dhënë kontribut madh dhe më pa marrë bashkë me Hafiz Zeqirin, kemi shkuar në Prishtinë, atje nuk na kishin pranuar, por farë Zotit që takohemi me një student të cilin Tasin Teufiki, i cili ishte edhe antar i kryesisë Bashkisë Islame në Maqedoni, ka qenë djalë i Hafiz Zeqirit, edhe ai student që ka qenë me Tasinin, ishte Neim Maloku, ai e kishte njoft Tasinin, edhe për hir fal atij unë u pranova në medrese, edhe mbeta në medrese nga 74 deri 78, 79, e kry medresen dhe pastaj vazhdoj në Sarajev, atje ku i kry 3 vjet i kry të fakultetin, dhe erdha për shkaqe të vendit të shprazet në fshatin ton, vdiq i ndjeri imami që ishi deri atërshëm, Hafiz Zeqir Lazimi, edhe une punësona si muallim. Në vend të tij emërohet Hafiz Shacivari, i cili ishte muezin, ai bëhet imam, une vazhdoj punën si muallim deri në vitet e 91, kur i ndjeri vdiq, kaloi në botën tjetër. Unë atëherë zavendësoj atë dhe bëhem marr postin e imamit në fshat deri sa erdhi pensionimi dhe bona jam sot para jush. Para se të arrim të kjo të pjesa e pensionimit e shkollimit, e përmendet hatmen e parë, më thënë, brenda kohë, ju kur ishi i vogël, sa hatme keni përfundu në fshat, edhe kush ka qenë ai shtytësi kryesor që juve jeni lakmu që të bëheni hoxh?
ju falënderit për pyetjen, por kënaqësia më e madhe imja ishte edhe motivimi i parë ishte baba plak, molla e bibi, i cili ishte shkaktar që unë i kam mësuar në shkronjat e para të alfabetit, i kam mësuar edhe disa dovë që kam qenë shumë i vogël, 72-shin ka vdek baba plak, dhe mendimin e tij edhe unë e kam vazhduar në mektebin e atëhershëm ku ishte edhe Afos Zeqiri. Edhe kam kryer di hatme me sa më kujtohet mu, por ka qenë atëherë nuk ishte si tash hatmja shkonte pak më tepër gjatë. Gjithashtu ka qenë edhe koha e komunizmit. Por si keni përballu këto? Ne pastaj kur kemi ardhur si mualim në fshatin ton, kemi pas shumë nxënës. Kemi vazhduar në ato vitet që kanë qenë shumë të vështira, vitet 83, 84, 85, që atëherë ishte shumë rënd të punohet me fëmijët e fshatit, posaçërisht në mekteb. Atëherë ishte presioni madh nga politika, e cila diktonte ndryshe. Dhe ne si hoxh i atij fshati, i atij mektebi, pasi që kishim shumë numër të madh, detyroheshim që të kemi pëlqimin e babës dhe nënës. Secili të ketë pëlqimin, ta ketë atij pari pëlqimin, edhe ai pastaj të vinë të vazhdoj mësimet para në mekteb. Pastaj vazhdonte edhe disa presione tjera se duke na anashkaluar mësimit të bëhet vetëm në gojarisht të bëhet, të mësohen gjërat përmendsh, e asesi mos përdoret shpuza edhe shkumbsi. Kam një argument të plot i cili daton prej asaj kohe që drejtori i shkollës së atëhershme, Haki Zilbari, ishte drejtor, ka ardhur me një inspektor maqedon, i cili vin në dhomën e mësimit edhe na ndërpresën neve nga puna, duke na sugjeruar, duke na dhënë këshilla se nuk mundet t'i mësosh fëmijët me shkrim, por t'i mësosh me mësim me gojor. Do të thomë se atëherë kishim leje nga kryetari kryetari i Jugosllavisë, që ishte shoku Tito, kishim edhe fotografinë e tij të varur në mur. Ai na kishte dhënë të drejta të mësojmë, mirë po tash këto mundoheshin që atë mësimin mos e vazhdojmë ashtu në atë mënyrë që ne si duana, por si duan ata, si dikton edhe koha e atëhershme. Kohës kur keni qenë në medrese, përmendet se jeni përmbajtur nga axha ju. Ju ka përkrahur vetëm financiarisht edhe kështu? Axha ka qenë edhe si udhërfies i parë, por baban e kemi pas në Gjermani. Ai ka qenë shitsi jon, ka qenë që neve na mbulonte edhe me, por axha shpesh herë edhe vike edhe më vizitojke në Prishtinë, derisa unë isha 5 vite në Prishtinë. Vazhduat edhe në fakultetin e Sarajevës edhe u kthye. Ne dim, i morëm parasysh gjithë këto peripeci që i keni kalu. Në kohën e luftës së Kosovës, në kohën e 99-s, e dim se secili fshat ka pas atë kontributin e vet për pritjen e refugjatëve. A ka ndonjë ndodhi, ndonjë ngjarje, ndonjë histori të fshatit Kamjan, të cilën e dim të gjithë, por ne nuk e dim, ta dokumentojmë edhe ata? Ka shumë. Atëherë ne me krejt ata shok që kemi qenë aty, edhe kryesinë e xhamisë, e kemi shndruar xhamin në Bujtin, duke pritur për të sjellur refugjat nga Kosova. Shumë herë kemi bartur me maqinën tonë, kemi dërguar në vende të ndryshme, po ashtu e kam pas edhe babën gjallë kur ishte, baba ka qenë atëherë gjallë, i cili ishte shumë mikpritës, dëshironte të ketë sa më tepër në shtëpinë tonë, e bëm në shtëpi, e kishim nalt
në shtëpi një otë të madhe, ati mbajshin vetëm ata që janë tek, se askush nuk i mirë të burat, por mirë të familjarishti, mirë të në shtëpi, i strehon të dikushi, edhe ajo ishte për të përshëndetur, por njëherit ne dëshirojshim që ata që janë tek, çdo herë do me thonë, ato shkojshin e vishin që ati kaloshin, edhe mirshin destinacione të ndryshme, kush shkonte për në Qegran, kush shkonte për në Stenkovec, e dikush i ka shku edhe jashtë. Sot e këtë ditë kemi edhe në Amerikë që bisedojnë ata, lajmërohen që kanë qenë të ne, po ashtu kanë qenë edhe të Agja jonë Agji Dauti Nxjeri, ashtu ka qenë edhe vllau i Nuhijës, Agji Nebia, ai ka marrë përsipër atëherë ishtë shumë i ri, por kështë marrë një guximin që baret këtë disa nga refugjatët t'i strehoj edhe t'u dalë në ndim aty në vllaznive tonë që kishin nevojë mas e tepërme që t'jenë baret të kenë një kul mbi kokë, të jenë të ngrohtësi të gjejnë në familjet tona vllazërore islame këtu në vendin tonë. Cila është historia atyre dy varezave që janë... Ato dy vareza janë interesant se atëherë ka ndodhë që ato të bëhen për amet në fshatin tonë. Ato janë një familja Kuqi, është një grue, e cila ka banuar në fshatin tonë. E kemi përgatitur në më mirën formë, duke i krejt obligimet që i takon një merhumi, një gjenazë, si i themi, edhe ashtu kemi vepruar që nuk kemi lënë mangun diçka pa e kri në mënyrën më të bukur dhe kemi qenë shumë falendërues nga familja e tyre. Ato kanë ardhur mbas sa kohe, mbas viteve të luftës kanë ardhur, u kanë vënë shenja, u kanë vënë atyve varezave dhe sot e këtë ditë janë ato prezent në varezat tona të përbashkëta të besimtarëve tonë. Hoq, ju nga arhiva juaj na kishi sjell disa sende të cilat njëra që ma tërheqi vëmendjen ishte një Kur'an i vjetë. Ki Kur'an i vjetër është shumë e kom marrë unë, kjo është trashëgimi e cila e mbaj në bibliotekën time, kjo është e 4 gjishit, jo e gjishit, por e 4 gjishit. Se dhe gjishi kishte libra të cilët ishin në gjuhën arabe, po kishte në gjuhën perse, edhe gjuhën osmanlishte. Do me thonë, ki Kur'an është shumë i vjetër, por kam edhe sa libra tjera në bibliotekën tonë, të cilën edhe kam disa diploma të babas plak, po edhe gjishit tonë të ndjerë, kemi edhe disa argumente që flasin për te se ka qenë hosh edhe djetarë. Diçka tjetër nga arhiva juaj, çka na keni sjell, na i tregoni historinë atyre? Po unë gjatë kësaj periude 40 vjeçare, kam qenë edhe në kohën që kam legjeruar në fshat, në xhamin tonë, derse të ndryshme të cilët i kam shkruar vetë, po ashtu edhe kam punuar në atë, kam bën përktimin e hutbeve të rahmetli profesorit tonë të fakultetit Muharrem Omerdiqit. Ai ka pas në gjuhën bosnjake, i ka bën ato më se 40 hutbe, të cilët na kanë shërbyer neve, edhe kur kam qenë mualim, kam bën vazife të hatibit, sa ka qenë gjallë edhe hoxha i nderuar Hafez Shasivari, po dhe pastaj në kohën time kur kemi vazhduar ne mbas asaj që kemi bën disa punime, por kemi në bagazhin tonë të librave, kemi edhe shumë dorëshkrime që kemi bën përkthime nga gjuha bosnjake ose serbokratisht që i themi, i kemi bën ato, i kemi shqipëruar në gjuhën shqipe. Sot e këtë ditë i kemi në atë arhivën tonë që e kemi. Diçka tjetër nga arhiva juaj, ndonjë fotografi, ndonjë nga loza e familjes, unë i shoh nga këto se i kemi të gjitha. Ne kemi bërë
familja jonë e cila rrjet familja Qeqe, është një familje madhe, edhe është familje nderuar në fshatin tonë. Ardhja jonë të cilën e kemi trashëgim që na kanë treguar edhe pleqët, ardhja jonë ka qenë nga Dibra e Madhe. Kanë ardhur për vitet tash themi para tefterët osmanit që tregojnë vitin 1455. Shumë pak familje ka pas atëre muslimane dhe vinë me ardhen e dindjen e besimtar me këtine në këto trevat tona janë mbushur me musliman, me besimtar të këtyre vendeve kështu me radhë. Tjetër, Do më thonë që kjo është një prej atine, po kombohen edhe disa tjera që i kemi, është familje... nga kjo rrjedhin i kishin nxjerrë ju? Kretë to janë familje tonë, familja jonë, e cila ka numëron më shumë se 10 familje. 10 familje ato kanë edhe vllazni që ato, po ka në familje tonë që janë të shpërngula në Turqi. Kemi edhe në Tetov që kanë dalë nga fshati jonë, mendoj familje jonë që është, ashtu është shpërndar në përbot si çdo familje e tjerëve që janë. Nga arhiva juaj kemi gjithashtu edhe fotografitë e para të xhamisë të fshatit Kamion. Edhe ajo janë edhe ato, kemi disa fotografi të cilët i kam ruajtur ashtu kjo është në vitin 1966 me 29 nëntor. Kjo xhami është shumë interesant se kam një gojdhan e atëhershme që nuk kanë mund të ndërtojnë xhamia. Po ato kanë marrë një leje për ta rinovuar xhamin, edhe kështu që e kanë prish 65-ën, e kanë prish xhamin, edhe për një kohë të shkurt, brenda një vit e diçka, e ndërtojnë xhamin në vendin të cilën ka qenë ajo xhami. Edhe thuhet se ka pas dashamir që kanë kontribuar për te, po kemi edhe një xhamie e re në fshatin Kamion, e cila daton prej vitit 1965, është marrë nga glasniku i 67-ës të Sarajevës, të cilën e ka bën një gazetar që ka qenë nga Bosna, i cili e ka përshëndet këtë tubim të këtij xhamati që ka ardhur për hapjen solemne të xhamisë së re, me një telegram urrimi të riasetit të atëhershëm që ka qenë Kemura. Ashtu do të them që ai ka qenë një telegram urrimi për fshatin tonë, nuk ka ardhur, kurse atë ka përcjell atë urim e ka përcjell kryetari i Bashkisë Islame ose ka qenë i Miftinisë së Shkupit, Haxhi Bedri Shujpi. Kjo është ajo që më pëlqen më tepër te hoxhallarët më të vjetër. Të gjitha çka i kanë i dokumentojnë. Kjo te ne të rinjt është pak më zaif, ta themi. Do thonë, ju të gjitha këto fotografi, të gjitha këto hapje, rihapje, jeni interesuar që t'i merrni dhe t'i dokumentoni të gjitha. Po, unë kisha edhe diçka të shtoj se në fshatin Kamion, mas pari, pas tregimeve dhe argumenteve që i kam unë që i disponoj, ka qenë si hoxh në Kamion Molla Rexhepi, imam nga Urviqi. Ai ka shërbi edhe në Kamion si imam, po ka qenë edhe në Siniqan si imam. Pastaj në Kamion dalën në bah ose dalën në shesh janë disa hoxhallar vllazni të hoxhallarësh, ato janë Molla Mehdia, Molla Milaimi edhe Molla Avzia. Molla Mehdia ka qenë hoxh. Ai thuhet se ka qenë një kohë ka shërbi në Siniqan, pastaj vjen në Kamion,
edhe deri në kamion deri në vitin 1938. Në vitin 1938, gjali i tij, Hafës Iliazi, i cili ka marrë mësimet e para në medresen e Çarshis, që ka qenë Tetov, pastaj ka vazhduar studimet e larta në Stamboll. Edhe kthehet me ijazetnamen, ashtu do më thonë me atë argumentin ose me atë që ka pas valit atë diplomën, edhe kthehet në vitin 1938, punësohet si imam në xhamin e Kamionit. Prej atij momenti ashtu, do me thonë se ai ka qenë me diplomë si hoxh, edhe ka qenë një ndër dietarët e parë të fshatit Kamion. Se fshati Kamion ka qenë edhe si matishar, si themi ofiqar. Ka bën shënimin e lindjeve, shënimin e martesave, edhe shënimin e vdekjeve. Do me thonë se ai ka qenë ofiqar i këtë disa fshatrave, jo vetëm Kamionit, po disa fshatrave. Se ai ka njohur shkrim, leximin, nuk ka pas, atëherë ka qenë shumë herët. Pastaj ai deri në kohën 58-ën, atëherë për shkaqe objektive të asaj kohe, nga regjimi i shtetit që ishte atëhershëm, ai detirohet ta lëshoj vendlindjen edhe të shkojë në Stamboll, në qytetin e Imranie, edhe atje edhe vdes. Në 1958, në Kamion kthehet Hafës Zeqir Lazimi, i cili ishte në fshatin Siniçan, ku ka shërbyer si imam, edhe prej atij momenti Hafës Zeqiri deri në vitin 1983, edhe atëherë ai ndron jetë, edhe atëherë vin. Edhe unë punësohem si mualim, edhe muezini i ndjerë që ishte Hafës Shasivari, ai merr detyrën e imamit edhe vazhdon deri tek ne. Po ashtu pas kësaj në periudhë kohore ka pas edhe hoxhallar tjerë që kanë shërbyer në Kamion, po unë i kam edhe disa tjerë që ka pas në Hafës Medaim Dehari, ka qenë muezini i fshatit Kamion një kohë. Pastaj pas atij vjen Hafës Shasivari muezin, edhe mbas një kohë në vitet 83 bëhet edhe imam. Pastaj vi edhe unë si mualim, edhe vazhdoj deri në pension të punoj pranë asaj xhamie. Keni punuar vetëm si mualim? Mualim 10 vite, edhe 30 vite kemi punuar si imam. Imam Hatip Vaisi. Pastaj është edhe ta përmendi edhe hoxhën që ka qenë shumë me i njohtun, Hafës Muhsini, Hafës Misimin e i thëshëm, ka qenë Arifi, edhe ai ka qenë muezin në fshatin tonë. Pastaj ka qenë edhe Besim Lazimi, ndoshta ka qenë nga familje e hoxhës së ndjerë Hafës Zeqirit. Ai është momentarisht në Mërgim, është në Gjermani duke punuar. Pastaj vazhdon Ali Efendia, hoxhën, ju e keni dëgjuar nga shkrimet e tij, ka qenë në 2014 ka ndruar jetë ai, është bërë për rahmet. Edhe ai ka punuar një kohë si mualim, ka punuar mbas daljes tonë si imam, ai ka punuar si mualim. Pastaj vjen edhe Xhemil Shabani, i cili na ka zëvendësuar neve, por një kohë të gjatë ka punuar edhe ai si mualim. Edhe tash ai është imam, mbas pensionimit tim ai vazhdon rrugën si imam në fshatin Kamion. Është për të përmendur edhe Nafi Arifi, i cili janë muezin. Gjatë gjithë periudhës tuaj që keni punu si hoxh, a veçoni ndonjë nostalgji, diçka të veçantë nga gjithë ajo periudhë? Po, ne kemi shumë nga ajo, se është bashkë periudha e gjatë jona. 40 vite kemi kaluar me xhamatin, por
ndodhi që ka qenë shumë e rëndësi të përmendet është se një axhi nga fshati jonë, i cili ka qenë dhe këshilltar i joni kur kemi qenë në mandatet tona që kemi qenë si imam, na ka ndihmuar shumë. Ai ka qenë axhi Mehmet Riza, nga familja Kice është. Ai ka qenë e kombëri në xhami, ka qenë xhamat i rregullt, edhe shumë i disiplinuar, edhe sot e këtë ditë është edhe xhamat vazhdon të vinë ditën e xumë, është prezent në xhami, e falenderoj atë. Shumë nga jo, Allahu i dha shtimër e matutje, por edhe për nderin, respektin që ka pas ndaj hoxhallarëve, ne e falenderojmë për tepërmi. Vlen të cekët se xhamit tona edhe xhamia e re që është, ka dhe atje imam, ka vaiz, ka muallim. Do me thonë, çdo aktivitet që bëhet në fshat, janë edhe xhamit të koordinuara njëna me tjetrën, shumë bashkëpunimi i ndërsjellët edhe i hoxhallarëve, po ashtu është bashkimi i sjellët edhe i këshilltarëve të xhamive, po ne kemi qenë një xhamat, jemi bërë po tash secili punon atë mënyrën më të mirë, do me thonë mënyrën më të bukur, dhe jemi të kënaqur edhe xhamia e re edhe ne edhe si xhamat, po edhe si prind të këtij lokaliteti kështu me radhë, edhe fëmijët mësojnë edhe të xhamia e re, po ashtu edhe që xhamia e vjetër ku vazhdon edhe mësimi fetar. Ky është hoxha i ndjerë që ka shërbyer në Kamjan dhe ka qenë me titull të lartë, me diplom ijazeti, ka ardhur në fshatin Kamjan, ka shërbyer deri në vitet 58, edhe pastaj migron në Turqi, edhe atje vdes në vitet 1947-48 qashtu. Po që ne si njerëz jemi që harrojmë shumë shpejt, andaj unë në emër të xhamatit të fshatit Kamjan ju falenderoj nga zemra që tanë jetën tuaj ja keni përkushtuar dinit islam. Keni punu çdo herë vetëm që dini islam mos humbet në trojat tona. Faleminderit. Edhe në përfund dësha edhe diçka, domethënë nga fëmijët tuaj. Tani ju e përmendet pak vajzën. Dikush tjetër nga familjarët, fëmijët tuaj, sa ju jeni të kënaqur nga ajo? Unë jam i kënaqur se fëmijët tonë që kemi pas 4 fëmijë, ato janë shkollor me shkollat mesme të gjithë, por edhe me mektebin, edhe secili ka bën hatme, edhe janë që njohen edhe fen, janë që falin, praktikojnë namazin e kështu me radhë, do me thonë se jemi të kënaqur edhe me atë që lamë mbas. Mashallah. Ju falenderoj edhe një herë hoxh që ndajtët kohë të jeni me ne sonte. Faleminderit. Këto janë histori që pak njihen, por që janë histori të cilat do të lënë gjurmë në trojet tona. Andaj, ju ftoj që çdo herë të qëndroni në këtë podcastin tonë që t'i dokumentojmë këto histori. Deri në episodin e ardhshëm, Eselamu alaikum.